Mediumi i njohur gjerman Bild ka raportuar se Borussia Dortmund është e interesuar për sulmuesin kosovar të Hoffenheimit Fisnik Aslani, i cili po kërkon të largohet nga klubi në ver. Dortmundi është një nga klubet që po monitorojnë reprezentuesin Dardani, i cili ka një klauzulë lirimi në kontratën e tij. Dortmund ka qenë i interesuar për Aslanin dhe gjatë verës pas një huazimi të suksesshëm te Elversberg sezonin e kaluar, por sulmuesi vendosi të nënshkruajë një kontratë të re me Hoffenheimin. Këtë sezon 23 vjeçari ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 3 asist për Hoffenheimin në 16 ndeshje, me klubin aktualisht në vendin e 7 në Bundesliga. Arsyeja pse Aslani mund të transferohet në Signal Iduna Park lidhet me dyshimet rreth së ardhmes së Serhiu Girassi. Jo vetëm që forma 29 vjeçarit ka rënë ndjeshëm javët e fundit, por ai gjithashtu është lidhur me një transferim të mundshëm në Arabinë Saudite. Vëllai i Girassit, i cili është dhe agenti i tij, ka ofruar shërbimet e sulmuesit te klubet e Arabisë. Kujtojmë se në media është raportuar se situatën e Aslanit po e ndjekin me kujdes edhe Barcelona dhe Bayern Munich.